Policia e shtetit ka ngritur alarmin për një skem të re mashtrimi online që po qarkullon në vend, duke rrezikuar sigurinë financiare të qytetarëve. Sipas njoftimit zyrtar, autor ende të paidentifikuar kanë krijuar faqe interneti të rreme, të ngjashme me faqen zyrtare të institucionit, me qëllim përfitimin e paligjshëm financiar. Këto faqe shpërndahen kryesisht përmes mesazheve SMS dhe adresave të maskuara të e-mailit, duke u paraqitur si njoftime zyrtare për pagesën e gjobave të qarkullimit rrugor, veçanërisht për tejkalim shpejtësie. Policia thekson se këto mesazhe nuk janë dërguar nga asnjë institucion shtetëror. Autorët e kësaj skeme përdorin metoda të sofistikuara për të mashtruar qytetarët, duke i orientuar drejt faqeve të rreme, ku u kërkohet të vendosin të dhënat e tyre bankare. Qëllimi final është vjedhja e këtyre të dhënave dhe përvetësimi i fondeve nga llogaritë bankare. Në këtë kuadër, Policia e shtetit u bën thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes maksimal, të mos klikojnë në linke të dyshimta dhe të mos japin asnjëherë të dhëna bankare në faqe të paverifikuara. Gjithashtu rekomandohet që çdo gjobë të verifikohet vetëm përmes kanaleve zyrtare. Qytetarët mund të kontrollojnë gjobat e tyre në portalin zyrtar e-Albania. Ndërkohë, në rast se dikush ka vendosur të dhënat bankare në faqe të dyshimta, duhet të kontaktojë menjëherë bankën për të bllokuar kartën ose llogarinë dhe të denoncojë rastin pranë policisë së shtetit. Strukturat ligjzbatuese janë aktualisht duke punuar për identifikimin dhe ndjekjen penale të autorëve të kësaj skeme mashtruese.